nuk e di, ofertë politike ke pasur, se u ktheve, mbarove dhe punën jashtë edhe derisa ke këtë punën tënde të re, cilën e tham që në fillim të emisionit, ishte një periudhë vakumi edhe natyrisht që për personalitete të tilla bie telefoni. Si e kupton ofertën ti që të... Jo, oferta politike, jo që hajde të kesh pjesë, por bazuar të kjo përvoja që ke, që për aq minuta sa ne folëm, ti zbërtheve një fushat elektorale, edhe erdhet e njerëzit. Për këtë them unë, ke ofertë të denjë për atë që je. Jo, as të denjë dhe se pjesa e angazhimit politik në fund të ditës si edhe e vendos dhe thua, okej, unë duhet një s'po them se bep, duhet një bisedë. Jo, nuk kam patur asnjë ofertë politike, nuk kam patur asnjë kontakt, po flasim për Partinë Demokratike, besoj se po pyet se për forcë tjetër politike. Them drejtën dhe unë isha në një periudhë mbarova 6 vjet kur prapë them u largova nga Shqipëria sepse e mendova zgjidhjen më të mirë në një moment kur na thanë dilni jashtë dhe nuk është shkollaj ti është 2017-2019 ti ishe... 2017 unë isha 43 vjeç, një njeri që, si që thamë pak më parë kështë filluar punë 18 vjeç, një njeri që nuk di të ri, dhe kjo duket, nuk është se them në një gjë këtu që bëjnë dhe i këshërit, më thonë nuk jam një njeri që më pëlqen divani, koltuku, dhe jam mësuar të ri, dhe them hajtë se po bëj pushime, dhe më thonë unë jam njeri që punoj. Dhe normalisht do të bëja, a mund punoj të edhe të ishe në opozit, sigurisht mund të isha dhe në opozit, po më thanë që s'kemi nevoj për ty, dhe kjo gjë nisi nga 2015, nuk nisi në 2017. U realizuan 2017, më thanë ti nuk na duaj sepse ka gjithmonë më të mirë dhe sigurisht që ka shumë më të mirë. Jam shumë kurioze këtu. Tu që do të punoja diku, dhe ka nevoj të punoj njeriu. Tu tha kjo që je overqualified, je mbi pritshmëritë tona ndaj... Jo, mi Mirela, se të thuash këtë është si të pranosh që ke dështuar vetë, zakonisht, sidomos në parti politike të thonë që ti s'bën. Ti je tradhtar, ti nuk bën gjëra të këtij lloji, nuk të thot njëri që dëgjoj se je shumë i mirë për ne. Ka gjithmonë më të mirë. Dhe ne nga kjo historia e mendjemadhësisë në përgjithësi si kombe dhe si identitete dhe personalitete vuajnë pak nga kjo ego, unë jam më i miri, unë jam... është ballkanike apo vetëm ne? Se ti tani punon dhe i nje gjërat në rraf tjetër. Jo, s'do të thosha se është ballkanike, është me bazë personalitetesh, por politika këtë gjë e ka pak më të... Në politik gjem pak terren për të lullzuarin çik më...